Pas një kohë të gjatë qëndrimi në Kasolle, e cila as për së afërmi nuk plotësonte kushtet për banim, Feride Roka, edhe pse pothuajse kishte humbur shpresat që gjendja e saj ndonjëherë do rregullohej, tani do të ketë një shtëpi të vërtet dhe një kulm të sigurt mbi kokë. Skënder Saliu nga Gjakova, i cili tashme jeton në Lindan të Gjermanisë, ka ofruar ndihmën e tij për të ndërtuar shtëpinë e Ferides. Këtë bën të ditur Halil Kastrati nga shoqata e jetimat e Ballkanit. Për qytetin e Gjakovës kemi kërkuar ndihmën e hoxhës Abdurrahmanit, me në i gjetë 3 familje, njëra ndër ato ka qenë edhe familja ku jemi neve këtu. Kemi sjellë do ndihma edhe e kemi bë publike formën, mënyrën e jetesës, si çfarë mirërimie kemi gjetë. Unë më lejoni që në emër tim të shoqatës edhe gjithë stafi që e drejtoj, ta falenderoj zemërsisht donatorin dhe shpresoj dhe lut Zotin që të ketë njerëz të tillë, sepse dita ditës familjet si kjo po rriten për fatkeq në Kosovë. Feridja nënë e 2 jetimëve, në anën tjetër falenderon të gjithë ata që bën të mundur ndërtimin e shtëpisë së saj. Qëtojnë kanë rrezik me na myta ja barak. Zgjidhjes kena pas, o pas të bef çike fetar, ja boni zgjidhen që të ne jetima tash, unë me ja kthy nuk muj, ja kum lënë si të keqen si të mirën dorë tinaj. Tash ti edhe kush ka marr pjesë me na nimun këta jetima i falenderoj, juve ju falenderoj. Ndërsa për mobilimin e shtëpisë pritet që një ndihmë të veçantë të japin besimtarët nga të gjitha xhamiat e Gjakovës, njofton imami Abdurrahman Bejtullahu.